Më përmend pak Alfred Pezën, që ke pas pedagog. Si e prite dorëheqjen e tij nga Radio Televizioni Publik Shqiptar, sepse është një institucion shumë i përfolur, të pak në këto vitet e fundit. Di, për fakt, që për mirë apo për keq, Fred Peza e vunin punë atë gjën. Ja hoqi me mangat atyre njerëzve. Dhe aty ka pas shumë njerëz që i kisha lënë unë kur kisha qenë 14 vjeç. Që vazhdonin kur kisha shku 36. Që ishin të njëjtët që sigurisht ishin të njëjtët që s'bënin asgjë. Me shumë seriozitet. S'bënin asgjë. Kështu që fakti që Fred Peza doli nga politika për t'u marrë me TVSH-n dhe doli nga TVSH-ja, unë them që është tregues që e ka humbur betejën edhe me krahun e vet politik. E kanë tradhtuar, e kanë shitur ata të parët. Sepse u fut TVSH-ja në treg me Fred Pezën. Dum apo s'dum. Unë s'kam asnjë marrëdhënie, asnjë interes. Shumë e vërtet. Ta them këtë me brutalitetin më të madh të mundshëm. Shumë miq të mi aty brenda ankoheshin se ishte i lodhshëm për ata. Por i ftoja miqtë e mi që të punonin privatin e ta shihnin sa del bytha vendit, nëse mund ta themi. Po, ju mund t'i themi të gjitha këto në YouTube. Dhe kështu që në atë aspekt, pavarësisht se çfarë pikash më ndajnë mua me Fred Pezën, dhe ka shumë gjëra që më ndajnë, besoj më shumë, për atë gjën Fred Peza ka vlerësimin tim. Po, e vërtet është. Dhe jam absolutisht i bindur që ka qenë inside job e kanë tradhtuar nga brenda të vetët. Nga brenda RTS-s? Edhe RTS-s, edhe PS-s. Parti Socialista. Të dyja. Po ajo historia që doli dhe u bë shumë virale? Cila histori? Blerta Tafani... No. Nuk shoh asgjë ka historia. Vërtet, ë? Nuk shoh. Edhe do doja mos ta komentoja për edhe blertën e kam i kesh. Jo, thjesht bë publike. Patjetër që dhe ne nuk kemi në një interes ta komentojmë tani. Jo, problemi është që... Jo, po flasim për fenomenin më shumë, jo se do merremi me këtë histori. Nëse do ishte ajo historia thelbi, nuk do kishte lëviz për 100 vjet nga TVSH-ja. Se TVSH-ja ka pas histori shumë të këqija. Shumë të egra, që sigurisht do i them. Shumë barbare, edhe shumë të... Në podcast thuen këto të gjitha. Jo, kam refleks televizionin mëngjesi. E pra, Kam orar mëngjesi në mendjen time. Hiq dorë nga televizioni. Kam orar mëngjesi në mendjen time.